a duhet të mbizotron më shumë frika ndaj Allahut Azza wa Jall apo shpresa në mëshirën e Allahut Azza wa Jall. Për besimit e Ahlus Sunnetit dhe Xhamatit është se besimtari e adhuron Allahun Azza wa Jall me frikë, me shpresë dhe dashuri ndaj Allahut Azza wa Jall. Me 3 komponente kryesore. Mirë po, cilat duhet të mbizotron më shumë gjatë jetës së kësaj bote. Gjatë jetës së kësaj bote kanë thënë ulemaja, dietarët, përderisa jemi gjallë, duhet më shumë të mbizotron frika ndaj Allahut Azza wa Jall. E në momentet e vdekjes, kur të afrohet e gjeli, caktimi i Allahut Azza wa Jall, atëherë kanë thonë dietarët se duhet të mbizotron mëshira ndaj Allah, shpresa në mëshirën ndaj Allahut Azza wa Jall. Pra në momentet e vdekjes, shpresa në mëshirën e Allahut Azza wa Jall. Kurse gjatë jetës, frika. Pse? Se frika e bën që njeriu të jetë më i kujdesshëm ndaj normave, mos t'i kalon normat dhe kufit e ligjeve të Allahut Azza wa Jall. E në momentet e vdekjes, të shpreson në mëshirën e Allahut Azza wa Jall. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në një hadith: "Man ahabba liqa Allahi ahabba Allahu liqa'ahu." Kush e dëshiron takimin me Allahun, Allahu e dëshiron takimin me të. E kush nuk e dëshiron takimin me Allahun, as Allahu nuk e dëshiron takimin me të. Mirë, ai i cili tan jetën e tij, gjithë jetën e tij, gjithë kohën e tij e ka kaluar në dëfrim, lojra, tallje, sharje me besimtarët, si mundet që ta dëshiron takimin me Allahut Azza wa Jall? Për këtë arsye, ai i cili ka frikë Allahun Azza wa Jall gjatë jetës së tij, e kur të vjet momenti i fundit, ky e dëshiron atëherë takimin me Allahun Azza wa Jall. A e dini fjalën e fundit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ku tha, kur erdh meleku dhe e pyeti, i tha: "O Muhammed, a dëshiron të jetosh ala apo dëshiron të Allahu Azza wa Jall?" Tha: "Bar rafiqul a'la, bar rafiqul a'la." Tha: "Dëshiroj atje lart me të jem me Allahun Azza wa Jall, të jem në xhennet me pejgamberët e Allahut Azza wa Jall, të jetë në xhennet me shahidat, me besnikët dhe njerëzit e mirë." Pra në momentet e vdekjes e dëshiron takimin me Allahun Azza wa Jall ai i cili ka jetuar për Allah, e dëshiron takimin me Allahun Azza wa Jall, e ai i cili gjithë jetën e tij e ka urryer fen, e ka shar, ka ofenduar muslimanët, është tall me ta, ato shkojnë duke bëjnë një fiskulturë rituale, vetëm si fiskulturë shkojnë që u bjer atje, kur gjë nuk shkon te Allahu Azza wa Jall. Namazi, Allahu s'ka nevojë për namaz, Allahu ka nevojë të jesh i mirë, brenda zemra e bardhë ku ta diun e çfarë. Ta dinë se ai i cili nuk përgatitet për takimin me Allahun, nuk e don takimin me Allahun, as Allahu nuk do ta do takimin me të. Allahu na ruaj.